Mirëmëngjes të dashur peshqi, do bëjmë një mesazh në fakt të dy, një nga letrat astrologjike Oracle dhe një nga Lenormand Oracle dhe dy mesazhe për ju sot. Që të dyja kanë kuptime të forta dhe shumë të gëzuar, mesazhe që flet për forcën që ndodhet tek zakonet e shëndetshme, përditshmëria e balancuar dhe mençuria që vjen nga strukturat. Nëse sjeni duke bëjeni. Rituali yti i përditshëm është themeli i paqes së brendshme. Këtë mos harroni të dashur peshqi, rregulli sjell trupit dhe mendjes hi, jo mërzi. Rutin, do të thotë six house, është shtëpia e 6, rutinat përfaqëson jetën e përditshme, shëndetin, zakonet, kujdesin ndaj vetes dhe mënyrën se si organizon energjinë tënde çdo ditë, të dashur peshqi. Ndërsa zambakët simbolizojnë pjekuri, qetësi, urtësi, shpesh edhe një mënyrë jetese të rafinuar dhe të ndërtuar me mend. Mund të tregojë një figurë të mençur apo një gjendje të brendshme që arrihet përmes disiplinës, absolutisht. Nëse jo nga asnjë nga këto nuk përfaqëson ju, atëherë thotë rifokusohu te rutina jote ditore, ushqimi, gjumi, koha për veten, struktura e punës dhe pushimi. Ndërto zakonet që nuk të lodhin por të qetësojnë. Rituali është fuqi në heshtje. Urtësia që kërkon nuk është në ndonjë përgjigje e madhe, është në mënyrën si zgjedh të jetosh çdo ditë. Do të thotë rutinë të krijoni, mund të jetë duke bërë ndonjë jetë pak më të shturur, nuk do të thotë, apo diçka jo të shëndetshme, dhe kjo derisa del në këto letra do të thotë është diçka më shumë se aq. Rregullsia nuk është kufizim, është një dhuratë që jep vetes për të jetuar me dinjitet dhe paqe. Çfarë do lloj rutinash që keni, çfarë do lloj mënyre që po jetoni, ktheheni në mënyrën e mirë që të merrni benefita apo që të fiton trupi juaj, mendja juaj dhe shpirti juaj nga gjitha këto. Ti bëjmë rutina, gjëra të mira apo përditshmëri të jenë të mira, të dashur peshqi.